Plagosja në Tiranë, policia gjen pistoletën tip Stilolaps të përdorur nga 21 vjeçari. Policia e Tiranës ka gjetur armën atipike të përdorur në ngjarjen e ndodhur në 1 qershor 2025 në një piceri në zonën e Alidemi ku plagos një 15 vjeçar. Sipas njoftimit zyrtar, pistoleta e tipit Stilolaps, me të cilin dyshohet se 21 vjeçari Aldo Neziri ka plagosur të miturin, është gjetur në rrugën Riza Çuka në Laprak dhe është sekuestruar nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 1. Aldo Neziri u arrestua, i akuzuar për plagosje e rënd me dashje dhe mbajtje pa leje armëve luftarake. I plagosur, i cili punonte si kamarier në picerin ku ndodhi ngjarja, vijon të marrë trajtim mjekësor në spitalin e traumës, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Por si ndodhi ngjarja? Konflikti nisi mes 21 vjeçarit Aldo Neziri dhe një 15 vjeçari gjatë kohës që ky fundit po punonte si kamarier në një piceri në zonën e Alidemi. Sipas burimeve policore, pas një debati të çastit, Neziri ka nxjerrë një armë të fshehur në formën e Stilolapsit dhe ka qelluar adoleshentin në shpatull. Pas ngjarjes, policia arrestoi edhe 3 punonjës të picerisë, të cilët dyshohet se pastruan vendin e krimit dhe hoqën pajisjen DVR të kamerave të sigurisë. Ndërkohë, vijon të jetë në kërkim administratori i picerisë, njoftimi i policisë së Tiranës. Plagosi me armë atipike për motive të dobta 15 vjeçarin në një piceri tek Alidemi. Si rezultati i kontrolleve të pandërprera bazuar në inteligjencën policore, u kap dhe u vënë në prang nga shtetësi AN, 21 vjeç. Dje u arrestuan edhe 3 punonjës të picerisë, pasi dyshohet se kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe kanë hequr DVR-n e kamerës së sigurisë në piceri. Vijon puna për kapjen e administratorit të lokalit. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme në ngarkim të dyshuarit për akuzat penale të mësipërme.